Sezoni veror mbetet një nga periudhat më sfiduese për shërbimin social në Bashkinë Shkodër. Drejtuesja e këtij shërbimi Edita Shoshi tregon se gjatë muajve të verës dhjetëra familje nga komunitete të ndryshme vinë në Shkodër vetëm për të lypur. Përballë kësaj situate, krahas fushatave ndërgjegjësuese janë zhvilluar edhe aksione të vazhdueshme në terren në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse. Bashkia Shkodër është një ndër bashkitë e cila ka prurjen më të madhe të familjeve apo të personave nga komuniteti rom egjiptian të cilët vinë në qytetin tonë vetëm për të ushtruar aktivitetin e lypjes. Gjë e cila ne na vën përpara disa sfidave shumë të mëdha. Është krijuar një task force midis policisë bashkiake, policisë së rendit dhe punojësve të shërbimit social, të cilët çdo darkë janë në terren në patrullim për të kuptuar dhe për të evituar raste të shfrytëzimit të fëmijëve. Gjatë kontrolleve janë evidentuar dhe proceduar raste ku të rritur i përdorin fëmijët për të kërkuar lëmosh, duke i privuar nga të drejtat e tyre dhe duke i ekspozuar ndaj formave të ndryshme të abuzimit. Ka pasur raste të cilat janë shoqëruar në polici dhe kanë qenë me fëmijë, të cilët i është komunikuar vepra penale, i është komunikuar dhe përgjegjësia dhe deri në largimin e fëmijëve nga familja. Shoshi u bën apel qytetarëve që të mos japin lëmosh në rrugë, edhe pse ky veprim duket si ndihmë, në shumë raste ai ushqen një fenomen ku pas fëmijëve dhe personave që lypin fshihen të rritur që i shfrytëzojnë për përfitime financiare. Denoncimi i rasteve dhe bashkëpunimi me institucionet mbeten mënyra më e mirë për të mbrojtur fëmijët dhe për të luftuar këtë fenomen.